Në Pallati Sportit Partizani. Jo, ka filluar të bëjnë. E bën vetëm Korça. Jo, e bën edhe Komitet Olimpik. E bën vetëm Korça. Ju vonë Përzi sportist. Olimpik. Jo. Mbas Korçës. Okej, faleminderit. Që e bën. Faleminderit dhe duhej. Dhe Vasilaq Vangjeli e mbaj mend, ishin humoristët tanë, siç i njihni dhe ju. Me Zevdedën edhe duke filluar, duke bërë atë skeçin e tyre, mirë ai që bie në dashni me Pavlinën, se i mirë ai vetëm taksi mund të përdori që ta ka. Do dhe realisht kështu? Jo. Ishte me thjerë se aq, apo jo? Po, si ja keni fituar zemrën, se tani flasim për një ikon të atyre viteve, jo kushdo mund t'i afrohej dhe mund të kishte mundësi. Është vërtet, në finish, pritet ti. Apo ishte si ajo që tham që në fillim që vërtet duhet puna dhe talenti, po duhet edhe fati, apo jo? Është me fat. Është me fat. Puna sa i duruar jo në finish. Dhe ishit i duruar? Po, që të bëja? Sa gjatë pritet për të marrë atë punë e madhe? Pritë, ha? Sa? Priti një çik, priti. Kur themi një çik sa? Një vit e ca, vit e gjysmë. U torturua një çik. Po, problemi ishte se kishte thënë prap kot. Të domethënë se kapi dot aktivitet. Kishte kohë. Ne e qemë që ilegal, domethënë, se po ta merrte vesh Pirokasati, ndërjesh alarm. Me madhe ishte ta merrte vesh trajneri se sa familja, po? Po, ishte me vështirë, po e mori vesh. Familja kishte problem. Po, por kemi qenë goxha të kujdesur, goxha... Më thoni një nga ato datet, siç i themi këtu në Amerikë, ose një nga ato takimet tuaja të bukura, romantike. Ndoshta që sot kur e kujtoni... Më duket se u thash që në fjalën kur më pyetët si jeni njojtur. Që nga dita e parë, deri sot jemi shumë njësoj. Kemi shumë të tilla. Shumë? Shumë surpriza të bukura, shumë surpriza dhe sot e kësaj dite ne i bëjmë njëri tjetrit. Edhe mbase kjo është sekreti i kthimit të dashurisë apo rinison. Ne mbajmë kaq shumë bukur njëri tjetrin edhe me ato surprizat që besoj ja u jap të gjithë çifteve këtë gjë, surpriza çdo njeriu do t'i pëlqente një surprizë e bukur, dash bashkëshortit apo bashkëshortes në jashtë familjes të tyre. Po xhelozia është e shëndetshme në një marrëdhënie dhe kush nga ju është pak më tepër xheloz se tjetri? Shiko. Donja Evro vetëm nga shikimi na e dha përgjigjen. Po. Jam unë, do të thot sa dushi. Ja, ka patur. Sjam, ja. E moderuar dhe më tej se ajo puna e kampionit atletik. Po. Është ta vjen nga familja. Është e vërtet. Një baba piktor, një xhaxha kompozitor. Pastaj unë dashurova një aktor, edhe dieshe që do kishte dhe shok dhe shoqe dhe role. Po. Të ndaluara, por unë gjithmonë i kam vlerësuar shumë. Atë që thatë ju, ka rëndësi shumë se mund të nisësh, sepse po nuk qoftë dhe në kamera, përpara kamera, se s'të detyron njëri, do t'i thuash, në qoftë se doj t'i thuash. I thuash, po. Problemi se ju e thatë pak me lezet, do që të rikesh nga emri madh. Që, si që ishte Pavlina, Shqipëria që e mbyllur atëherë, qytetet e vogla dhe Tirana jetonte vetëm me ëndrrën e ndeshjes së radhës për Dinamos të futbollit, po. Skënderbeut. Dhe aq më tepër të një rezultati ndërkombëtar që ishte një nga ata ishte edhe Pavlina. Problemi është kalon kjo fazë, dhe kjo mund vi një njohje, mund vi një kështu. Pastaj ti shikon çik më tutje, shikon njeriu. Dhe kjo është Pavlina, ose Palka që i thonë ju. Dhe ne e ndjem këtë, qofse më lejon që ta them. Patjetër. Jemi për t'i thënë. E ndjem i fundit perceptim që ne pam, do më thënë, në sy, ishte kjo ardhja në Amerikë. Kishim një stepje nuk donim, nuk e kishim të pamundur që të vinim. Pa konsumuar parashye ekonomike, po themi, një ardhje në Amerikë, u bën sebeb të vëllezrit, ata një pritje të llaftarshme, të jashtëzakonshme për sportisten Pavlina Evro, për shoqen e tyre, pra
familja e sportit ka një veçanti ndoshta më shumë se jone e artit. Duhet ta them. Vërtet. Megjithëse edhe sportistët e kanë atë xhelozin ndoshta për njëri tjetrin, por në përndeshje ndërkombëtare të gjithë bëjnë tifo. Mund ta kenë. Në kampionat e dikushëm jo. Jo. Vërtet? Sepse këta kanë gradat e tyre. Tashti erdhën këtu, mirë vëllezërit sale. Do më thënë me shqiptarët, duket sikur nuk vën re, duket sikur janë mos mirënjohës, duket sikur harrojnë, duket sikur në fakt asgjë si shkëputët. Dhe unë për vete u emocionova, nuk e di Pavlina, që ne morëm pjesë në festën e flamurit, që në shtetin e Wisconsin, Në Wisconsin. Beloit, u bëj një takim atje dhe kishte Shqiptar që e këshin në jashtë vitin 1913. Kishte nga Kosova, kishte nga Shqiptar dhe Makedonisë që kanë vujtë shumë, kishte Shqiptar nga Shqipëria, natyrshëm, po kishin Shqiptar. Dhe para që u përshëndet mësimit flamurit, që e Pavlina, pak një çka të vogël. Atë që thashë, shqiptarët kudo që ndodhe. Kjo nuk paguhet, kjo nuk blihet me para. Me njohja. Dashuria e një populli të tërë nuk blihet me para. Do me thënë, pse thash që familja e sportit e mbajnë njëri tjetrin. Është tjetër gjë. Në një 60 vjetor që bëm ne për Pavlinën, që ju e keni transmetuar, ne pikërisht e kishim emërtuar 5 familjet e Pavlina Eurës. Pa një është familje biologjike. Po, se harrova që organizuam ne, unë dhe Sadushi një... Atje... E kam parë. Po, e kemi organizuar vetëm të dy. Po, e pranoj unë defektin, që kamera që unë mendova do të shikonte sallën, që ishte pjesa se feste. Kryesore. Qaloj. Njerëzit, nuk e di, Pavlina, po unë ndjeja një detyrim tjashtë ta them, tërguan një dashuri tjashtë Sallon mbush plot, qyteti ishte atje. Dhe Pavlina atyre njerëzve ju drejtua vetëm me një fjalë. Uroj çdo politikan shqiptar që 40 vjet mbasi ka dalë në pension, të mbush këtë sallë. Të jem 500 veta në sallë. Pash edhe pamje të teatrit Andos Zakoçajupi, ku është festuar edhe ditëlindja juaj, ishte e magjishme. E magjishme. Nuk harrihet, po. Të gjithë sportistët më të mëdhenj të Shqipërisë në vitet 80. Një vlerësim domethënë nga qytetarët e mi. Familjet e Korçarëve, të laborantëve, të doktorit, të Skënderbeut, të farmacistit, të çdo ginekologëve, pra jo, ekuacioni ose përfundimi filmisi Pavlinës nuk ishte Pavlina. Ishte një qytet që dashuron. Një qytet që më deshte. Dhe ata që në atje. Që më mbështetën. Një qytet që ju mbështeti për vite dhe vite me radhë. E keni nisur karrierën tuaj kur ishit ende një fëmijë dhe vazhdoi për 15 vite mos gaboj në qytetin e Korçës. Dhe më lejoni që të them edhe dekorata që ju keni pasur, mjeshtre e madhe e punës. Që i kam. Që i keni, patjetër. Veçoja një diçka. Po drejtër. Do më thënë, më e rëndësishmja është që Pavlina është i vetmi sportist shqiptar, në gjithë llojet e sporteve, që nuk ka marrë mjeshtër sporti, por ka kaluar që në moshën 18 vjeç, mjeshtër e Nuk durovi ta thosha, nuk durovi. Shiko, drejtori me sa duket e ka krenari më të madhe se sa ju e keni marrë satisfaksionin e çmimeve, tani është radha e tij të mburet me zonjën që ka në krah. Jo, nuk është. Faleminderit. Do të thënë realitet. Është krenari. Ato që i shpëtojnë zonjës edhe juve, dim në gjë, po ne. Për të vazhduar me qytetare e nderi e Bashkisë së Korçës, qytetare e nderi e Qarkut të Korçës, qytetare e nderi e Nicës, që është në qytet në Francë. Dhe për të përmbyllur me urdhri i kalorësit të Skënderbeut, të dhënë nga presidenti i Shqipërisë atyre viteve. Janë disa tituj, atëre haruat ose si keni vënë re, është mjeshtri madh. Ato që sa dushi mjeshtri merituar sportit. Mjeshtri merituar sportit, mjeshtri madh i punës, është mjeshtri madh i punës që e ka dhënë presidenti, është kalorësi ashtu siç thatë juve, urdhri i kalorësit të Skënderbeut,
janë 2 urdhra të klasit të 3 dhe të klasit të 2 Naim Frashëri në vitet 84-85. Janë shumë, është urdhri olimpik, edhe sa shumë të tjera që si mbaj mend. Shumë dekorata dhe çmime. Cili do të veçonit si një nga ato më të veçantët që ju ka emocionuar më tepër? Çdo secila nga këto ka emocionet e veta, pa dyshim. Por unë kam qenë nga më të rejat sportistë në vendin tonë, që ka marrë titullin mjeshtri merituar, siç e tha dhe Sadushi, në moshë shumë të re, 18 vjeç. Që ti jesh mjeshtri merituar në moshë 18 vjeç është një gjë shumë e madhe, edhe privilegj vërtet, që ti e ke kapur me djesë edhe me një punë dhe me një sakrificë. Atë që tha Sadushi në fillim të erës, që rinia ime ishte atje. Në dimër, në acar, në të ftohtë, në erë, në të nxehtë, me kushte jo të mira, me atlete jo të mira, kilometra pa fund. Unë bëja 130 kilometra një javë. Nxirja, stërvitje, 130 kilometra një javë. Me makinë po t'i besh, lodhesh. Kurse ato i kam bërë këmbët e mia dhe zemra ime. Dhe ato atletet blu, që unë i kam parë në një nga daljet tuaja, janë akoma pjesë e koleksionit tuaj? Ato i kam, pa dyshim. Ato janë këpucët me thumba, që unë kam garuar vetëm në arenë ndërkombëtare. Më vinte keq që unë t'i përdorja në Qymyr, se ne kishim stadiumet e Qymyrit, jo si sot, që janë stadiumet Tartani. Unë kam vrapuar në Shqipërinë stadium Qymyri, vetëm në botë dhe në Europë kam vrapuar në Tartan, dhe ato i mbaja vetëm për gara. I përdorja vetëm në aktivitete ndërkombëtare. Unë kam 17 medalje ndërkombëtare nga vende të ndryshme në Europë. Cilën ngare keni më speciale, ose që keni marrë ato emocionet më të mëdha, që ndoshta jo në çdo garë keni pasur? Gjithashtu ka emocionet e veta çdo garë, ashtu si dhe ato medaljet që thatë ju më parë. Por, dhe çdo njëra nga këto ka bukurinë dhe emocionet të mëdhaja. Unë mund të veçoja garën e Oslos të Norvegjisë në vitin 1985. Ishte një garë që bëhet edhe sot akoma në këtë ditë. Në atë kohë ka qenë Golden Link, ndër mitingjet më të mëdha që ndajshen shufrat e Floririt, prandaj quhesh edhe Golden Link. Sot janë Diamond Link që marrin diamantin sportistët e mëdhenj, po. Dhe unë kam marrë pjesë në 85 dhe kam zënë marrin natyrshëm që marrin pjesë sportistët më të mëdhenj, kampionët e olimpik, kampionët e botës, rekordmenët e botës në këto lloj aktivitete, se kush nuk e do ato shufra Floriri apo diamante, po. Dhe ishte kampionja e botës dhe kampionja olimpike Dona Melinte, rumune gjithmonë. Rumunët kanë patur një shkollë, po, absolut, edhe ishin absolut në garat e mesme dhe të gjata, kanë qenë absolut të paktën për femra, kanë qenë gjithmonë në korifi, janë kampion bote dhe olimpik.